Një për arsyeve që Kosova ftohet këtu, është një marrëveshje që është bo ma herët, pikërisht me zotin Trump, presidentin Trump në mandatin e ma hershëm, që është kritiku shumë prej Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, që ka qenë marrëveshja në Washington, e cila ka prodhu njofjen e ndërsjellë Izrael-Kosovë. Për ndryshe nuk besoj që shtu Kosova këtu hiq. Edhe këtu fotografi që i ka tash Vjosa Osmani në Davos, me presidentin Trump, i kam pas ta që Abdullah Hoti e tjertë në zyrën ovale në Washington. Nuk është kjo farë mrekullie që ka ndodhur dhe po i përsëris. Kjo është prodhim i atij takimi, ku marrëdhëniet mes Izraelit dhe Kosovës edhe arsyeja që Kosova mund muftu këtu është për shkak që ka çat njohje ndërsjell mes një shteti kushtimisht me shumicë muslimane dhe një shteti si Izraeli, e kështu s'po ku dënë me po një administratë si e Trumpit. Pra, nuk është keq që ka ndodhur, po duhet veç me kthy pak perspektivë ka vjen kjo. Nuk është diçka që ka ndodhur në këtë mandat Vjosa Osmanit ose në këtë mandat të Albin Kurtit, po është diçka që ka ndodhur për shkak të një aktiviteti tjetër të qeverive tjera që është kundërshtuar pikërisht për këtyre njerëzve. Mos të harrojmë këto. Pra mirë është që ka ndodhur, veç mos të harrojmë çu ka ardhur deri këtu. Arrihet dakordim me Serbin për komisionin për të pagjeturit, ka deklaruar Besnik Bislimi. Po është dakordu kjo dekon pe 2005-ës, një 15 herë. Domethënë, unë kam qenë vetë pjesë e komisionit parë kur është dakordu 2005-ën edhe vazhdon, domethënë edhe rezultatet janë zero edhe ashtu. Ose shumë nuk është ndonjë. Po edhe këto, domethënë në të kalume i kritiku nga gjithë për para që kemi bërë takime pa i paralajmëruar, këta bojnë takime kur se din pse po shkojnë, as çka bojnë, po mos të mos e mikso temën. Po temi këtu, se përmendën, po veç tash më njoftu çka të ndodhë. Mos të harrojmë, edhe një po përsëris, mos të harrojmë se gjithçka ka një kontinuitet, e ka një fillim, edhe një edhe ky e ka fillimin te marrëveshja e ndërmjetësuar prej Trumpit natku në Washington, kur është njoftë Kosova për Izraelit të ndërsjella dhe kur është hap ambasada në Jeruzalem. Që është po ashtu një hap në atku, që është kritiku, që ka qenë hapi në anshëm i Kosovës në kuptim me alat të Bashkimit Evropian, se shtetet e Bashkimit Evropian nuk kanë ambasada në Jeruzalem, e kështu me radhë. Domethënë është një vazhdimsi e një politike që është kritiku para 6-7 vjetë. Prej pikërisht këtyre njerëzve që sot po dojmë i marrë meritat për këtë hap. Mos të harrojmë. Ramaboja, 111. Unë e thash më folë për shakaje. O, Ramaboja, jo ti ja ke qellu temës, po çka na të volë sot? Ai siguroi Trump Vjosa Osmanit edhe një mandat. E para... Po i dosh me siguru atë të dashimit. E para kemi të bëjmë me një moment historik që është e vërteta dhe që ju ka sjell kokçarit të mëdha komplet raporteve transatlantike. E dëgjosh dje me vëmendje, e kam përkthyer pastaj të plot fjalimin e kryeministit Kanadas dhe më ka bërë shumë përshtypje, sidomos pasuesit e parë të fjalimit të tij, kur shprehimisht thot fundi një historie të bukur dhe fillimi një realiteti brutal. Pra